babaja është zvicera, mamaja është anglez, por unë jeton për 12 vit, jeton në Shqipëri, jeton në Tiranë, tani për 12 vit. Edhe për këtë arsye ka mësoj shqip. Mes mikpritjes përmetare, takojmë një zviceran që nuk u kthye më në vendin e tij. Toby Gseller erdhi si turist, por dashuria për Shqipërinë e bëri të marrë këtë vendim. Sot, ai është një nga ata të huaj që përveç se quan vendin ton shtëpi, ndihmon të huajt që të zbulojnë thesaret natyrore dhe kulturore të vendit ton. Jam herë parë këtu para 14 vit me çanta, turista me çanta, vetë kurioziteti. Edhe po, është eksperiencë shumë bukur, është fillimi paksi dashuron me Shqipëri. Edhe pastaj kanë ardhur para 12 vit për puna, për punën zhvillimit të ndërkombëtar me një shoqata zviceran për projektit të zhvillimit, po. Edhe por pastaj ka filluar me punë në turizëm, edhe tani punon komplet në turizëm. Jam stabilizuar edhe kam qef edhe jeta fluturon edhe pse jo 10-20 vit më shumë. Për të, përshtatja nuk ka qenë e vështirë, pasi siç thot vetë, njerëzit këtu ja kanë bërë më të lehtë qëndrimin. Është një gjuhë pak vështirë, por të gjithë të tjerat shkon mirë, sepse shqiptarët ka shumë mikpritje, janë për një huaj jemi privileguar në Shqipëri, mendoj, sepse është populli but, populli me mikpritje, ose për mua është eksperiencë shumë bukur. E shkruani gjuhën shqipe? Ka rrallë një arsye për shkruaj, por mendoj është pak njësoj si gjuhet, si flet, edhe pastaj po, si fol. Jam i beqar. Do i pëlqente që të kishit një partner shqiptare? Për mua nuk është rëndësishme nga ku është partneri. Po e konkretisht nga Shqipëria? Më pëlqen shumë lirijat, në fund jam shumë individualist edhe. Këtu është shumë kulturat e familjes, është bukur, por edhe është pak ngushtë për mua, pak ka nevojë për shumë lirija, sot jam këtu, nesër jam këtu, edhe është pak ka një limit, mendoj, brenda kulturës së Shqipërisë me këtë mentaliteti. Vitet e fundit, gjithnjë më shumë të huaj si Toby, po zgjedhin Shqipërinë jo vetëm për ta vizituar, por edhe për të jetuar e punuar këtu.